Çdo njërit prej nesh mund t'i ketë ndodhur që në gjendjen e llogarisë së tij në fund të çdo muaji, t'i mungojë një shumë modeste të cilën banka që t'i jep shërbimin e merr për mirëmbajtjen e llogarisë. Por kjo nuk ndodh në asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Selami Xhepa pranon që në Shqipëri ka banka të cilat ofrojnë shërbime dhe madje të hapin llogari falas, por në fund të vitit fatura për këtë llogari mund të shkojë edhe deri në 100 euro. Ndryshe nga ne, Bashkimi Evropian e ka zgjidhur këtë çështje me anë të një direktive, e cila detyron bankat që shërbimet kryesore t'i bëjnë pas një tarifë shtesë. Në vendet e Bashkimit Evropian, sigurisht që kostot janë shumë të lira dhe në veçanti pjesët më të rëndësishme të transakcione kryhen falas, pra pa asnjë lloj pagese, pa asnjë lloj tarife, që nga mirëmbajtja e llogarive, kryerja veprimtarive të bankimit online, pra pagesat elektronike kështu me radhë. Banka e Shqipërisë pra duhet që ta konsideroj duke vendosur ndoshta dhe akte normative rregullatore. Nga ana e saj që në korrik të 2012-s, Banka e Shqipërisë me anë të një rregulloreje ka tentuar të detyrojë bankat të bëjnë publike të gjitha tarifat, por me një kërkim të thjeshtë në internet, rezulton se asnjë prej tyre nuk ka të dhëna konkrete për çmimin që duhet paguar për këto shërbime. Të gjitha flasin për shpejtësinë dhe sigurinë që ofrojnë, por jo për përqindjen që duhet të paguash për transfertën. Ndryshe nga çdo qytetar i Bashkimit Evropian, qytetari shqiptar paguan kosto të larta për shërbimet bankare që merr. Kështu për banka që i ndan vetëm një mur ndarës, kostot e transfertave shkojnë nga 10 deri në 25% të shumës që transferohet. Për ekspertët e ekonomisë, tarifat e larta të shërbimit nxisin në shumë raste edhe evazionin. Ka qenë një ndër faktorët kryesor që i ka shmangur qytetarët nga përdorimi i këtij lloji shërbimi që në çdo rast është një lehtësi shumë e rëndësishme në një ekonomi moderne. Të gjithë ata që duan të dinë se cilat janë tarifat që duhet të paguajnë për shërbimet bankare, mund t'i gjejnë në faqen e Bankës së Shqipërisë, por edhe këto të dhëna nuk janë të përditësuara në kohë reale. Madje rruga për të mbërritur deri te kjo faqe të dhënash është tepër e komplikuar.